Faqja na ishte dikur, sjell fjalimin e Pjetër Arbënorit më 3 gusht 1991 që tronditi parlamentin shqiptar. Ne nuk kemi nevojë për amnisti, kuvendi duhet të na kërkoj falje. Fjalimi që tronditi parlamentin. Kujtojmë përmes fjalës së tij, në 91 vjetorin e lindjes, Pjetër Arbënorin, i cili kaloi 28 vite të jetës në burgjet e diktaturës. Pjetër Arbënori bëri thirrje për përballje të sinqertë me të kaluarën me 3 gusht 1991 në kuvendin e parë pluralist para zyrtarëve të lartë komunist që i kishin shërbyer me zell diktatorit. Ja fjala e tij e plote. Në qoftë se ka njeri që ka të drejtë të ankohet, jam unë një nga ata. Megjithatë, unë asnjëherë se kam hapur gojën të flas për vuajtjet e mia dhe asnjëherë as kam shar, as kam fyer njeri. Faje të bëra me ndërgjegje. Së pari, kuvendi popullor kur nuk ka bërë amnisti. Gjithmonë janë bërë ca faje gjysmake të komanduara nga Enver Hoxha, ndërsa amnisti të vërtet nuk ka pasur kurrë në Shqipëri. Kuvendit popullor nuk i është lejuar ta ushtrojë të drejtën e amnistisë që i ka takuar. Së dyti, shifra prej 8400 ca të burgosurish që jepen për të dënuarit që nga viti 1951 është një gënjeshtër shumë e madhe, sikurse janë thënë edhe gënjeshtra të tjera, siç u tha një herë që ka edhe 50 të burgosur politik, dhe pastaj dolën disa qindra e qindra të tjerë, dhe të burgosurit politik nuk u mbaruan në Shqipëri. Ju theksoj se fill pas luftës në Shkodër, nga një burg u bën 13 burgje. Të ketë një qytet me 35-20.000 banor, 13 burgje, është një gjë shumë e shëmtuar. Shtëpi banimi, kuvendi franceskani, kinemaja, teatri e tjerë u kthyen në burgje. Amnistia që është paraqitur, sado pozitive, ka shumë të meta. Diskutantët i dëgjova dhe shumë flasin për gabimet që janë bërë. Këtu nuk është fjala për gabime. Gabime bën çdo njeri. Këtu është fjala për faje të bëra me ndërgjegje gjatë një periudhe shumë të gjatë. Përdhosja e historisë dhe kulturës. 3 shqiptarëve u janë hequr eshtrut nga varri, Skënderbeut, Bogdanit dhe Fishtës. Skënderbeut janë nxorën turqit, por nuk e përdhosën varrin, i nxorën eshtrat e i vunë si hajmali. Bogdanin e nxorën me pretekstin e kolerës për ta djegur dhe e lanë që ta hanin qend. Në vitin 1967, u nxorën eshtrat e Fishtës e të Det Gjoluit nga kisha franceskane dhe u lanë atje në diell e në shi, derisa i morën dhe i hodhën në lumë. A mund të quhet ky gabim apo faj? U fol këtu për kriminal, për spiun, për bashkpunëtor. Unë kam jetuar gjatë në burg dhe kam parë fshatare punëtor të thjesht që ishin dënuar si kriminal, si spiun e ku diun se çfarë. Mbaj mend një Karafil Kalaçi, një fshatar çam plak, i cili vetëm sepse i kishte thënë kaut duke e përkëdhelur, e more kao, si të është bërë qaf aty, më është bërë zemra mua, e kishin dënuar me 10 vjet burg si armik e tradhtar i vendit. Mbaj mend një plak tjetër, Resul Tareli, i cili gjithë jetën kishte ndërruar që të blinte një lop. Kur e bleu lopën, e arrestuan. I thanë se ke bërë komplot për vrasjen e Hrushovit, e mbajtën shumë kohë në hetuesi. E detyruan që të thotë se do të shisja lopën që të blija një çifte për të vrarë Hrushovin dhe për këtë e dënuan, nuk e mbaj mend, me 15, 20 apo 25 vjet burg. Xharesuli vdiq në burg, si kriminal, si terrorist, si tradhtar, si agent. Cilët janë pra kriminalët? Ne nuk kërkojmë që të rehabilitohen as kriminalet e 4 shkurtit 1944, as të 27 shkurtit 1951, ata që vranë me vjetra njerëz për hedhjen e bombës në legatën sovjetike, as masakrusit e kampit famkeq të Spaçit më 23 maj 1973. Çuditem për ngurrimet e djeshme të disa deputetëve. Pa përmendur Enverin, ata mbrojnë enverizmin dhe më duket sikur mbrojnë veten e vet. Unë them që po t'jetonte Enver Hoxha, shumë prej këtyre deputetëve të nderuar që janë në këtë sallë dhe mbrojnë këtë vijë, do t'u i kishte ardhur radha, do t'u i kishte kapur prej veshi, do t'u i kishte përdredhur qafën dhe ata, me shumicë, do t'kishin pranuar se kanë qenë agent, se kanë qenë kriminal, se kanë qenë spiun, ashtu sikur se shumë shok të tyre me të cilët kam jetuar në burgjet e Burrelit. Komunizmi ka vetëm punë radhe. Atyre që su i kishte ardhur radha thoshin, ata që janë dënuar kanë pasur faj. Po kur vinin në burg thoshin, ju do të keni bërë diçka, po unë s'kam bërë asgjë. Dhe pastaj merrnin e studionin veprat e Enver Hoxhës me radhë një për të zbuluar se ku ka qenë ndonjë gabim i tyre ose për t'u shfaqsuar. Merrnin me radhë veprat e Leninit e Stalinit dhe në fund nuk i gjenin gabimet.
Mbas një 10 vjetësh burg që kryenin, i mbushej mendja se kanë qenë kundërshtar të Enver Hoxhës dhe kanë luftuar për demokraci. Nevoja për drejtësi dhe dëmshpërblim. Flitet për dëmshpërblim material të burgosurve, është një detyrë dhe këtë detyrë duhet të realizojë Kuvendi Popullor që përfaqëson gjithë vendin. Është e vërtetë që shteti nuk ka të holla sot, por ai duhet të deklarojë që ua ka borxh këto para ish të burgosurve të ndërgjegjes dhe se do t'ua paguaj sapo të ketë. Dhe t'ua jap një pjesë të tyre që në fillim. Njerëzit janë në gjendje shumë të keqe. Ne i kemi liruar me amnisti, por ata janë pa punë, pas tre, nuk din ku të shkojnë, nuk din ku të mbyten. Dhe po ju them edhe një gjë, i burgosuri politik në Shqipëri është shembull pune. Pyetni drejtorët e ndërmarrjeve e ata do t'ju thonë se njerëzit më të rregullt në punë, ata që punojnë më fort, ata që nuk bëjnë hile, ata që nuk vjedhin, janë të burgosurit politik. Këtë shembull duhet ta marrin të gjithë të tjerët. Shteti duhet u jap asistencë të burgosurve politik për kohën derisa t'i rregullojnë në punë. Po s'u dha asistencë. Pafajësia dhe kërkimi i faljes. Kur isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jam takuar me shqiptar të gjitha shtresave, të gjitha grupimeve. Kam biseduar me ta, u jam përgjigjur pyetjeve që më kanë bërë. Shumë prej tyre më thoshin, ne nuk kemi nevojë për amnisti, nuk kemi nevojë për falje. Nuk e ndjejmë që kemi bërë ndonjë faj. Kemi ikur nga diktatura që të mos na arrestonin. Megjithse kemi ngrënë, kemi pirë e punuar, edhe këtu kemi qenë të burgosur, përderisa nuk shihnim nënat tona, baballarët tanë, motrat e vëllezërit tanë. Prandaj ne nuk kemi nevojë për falje, nuk kemi nevojë për amnisti. Neve shteti nëpërmjet Kuvendit Popullor duhet të na kërkojë falje për persekutimin tonë. Më kujtohet se Shqipëria, që ka nevojë për shkolla të mira, ka pasur 2 shkolla amerikane me famë, shkollën e Fulcit dhe shkollën bujësore të Kavajës. Teknikët e këtyre shkollave janë të përmendur në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, të gjithë ata janë dënuar, pushkatuar, persekutuar si spion të Amerikës dhe të fuqive të tjera me radhë. Këtyre njerëzve që ne duhet t'i mbanim në pëllëm të dorës, që të mësonin njerëzit e tjerë, që ta përparonin vendin, u kemi vënë etiketën e spionëve e të agjentëve. Madje, edhe njërit prej drejtorëve më të shquar, Fulcit, i kemi vënë etiketën e spionit, kur ai ka punuar për Shqipërinë. Kuvendi Popullor duhet mendoj për dekorimin e Harry Fulcit, i cili ka qenë me të vërtet mik i Shqipërisë. Dikush thot se parlamenti nuk ka të drejtë t'u jap pafajësi ish të dënuar be politik të ndërgjegjes. Unë them se parlamenti ka të drejtë të jap këtë pafajësi për arsye se gjykata nuk ka zbatuar as ligjet e diktaturës. Në ligjet e diktaturës, në kushtetut, flitet për lirinë e fjalës, të mendimit e të grupimit. Ky ligj nuk është zbatuar, atë e ka shkelur vetë gjykata. Edhe për ligjin e propagandës, ajo ka bërë interpretime arbitrare. Përderisa gjykatat nuk i kanë zbatuar këto gjëra,